duhet me I përdorë në mënyrën më të mundshme, më të mirë të mundshme. Nëse rrjetet sociale nuk cjellin klient atëherë duhesh me ditë që ti përdor gabim. Po. Pavarësisht sa mirë e bën punën dhe sa je e kualifikuar ose e stërkualifikuar, nëse nuk I përdor rrjetet sociale, po punën më të madhe e sjellin në rrjetet sociale. Po. Edhe në fillim nuk jam kon shumë ka TikTok-u, ka Instagrami, se nuk desha dhe menojsha që është pak cringe me bo. Po. Po e pash gjatë rrugës që me patjetër duhet me përdor rrjetet sociale për me njerëzit me të njoft ma shumë edhe me pas normalisht klientur ma tepër. Si e te kalove këtë, se ka shumë persona të cilët nuk është se dalin, thjesht e shohin veten të papërshtatshme edhe po shohin, po bën njerëzit edhe meme në fund të ditës me video tilla. E kemi vajzën akullorës, që së fundmi ka qenë një senzacion edhe është përdorur dhe vazhdon të përdoret, por gjithsesi ajo e ktheu faqen dhe po vazhdon të punojë edhe për brende tjera. Dush, kryesorja është me ditë çka I të dasht, edhe me ditë ku I të dasht me arrit. Unë e di qëllimin tënd. Target audiencën e sakt. E kum pas vizionin prej fillim ku jam të dash me arrit edhe shka do kohë që më ka dash me bo, e kum bo edhe ku me bo, derisa ta arres qëllimin tem, derisa ku arres unë e ku du me pa vetën. Fillim, kur kum fillu me videot në TikTok, u kum pak shtirë, se ki pas edhe komente negative, po shumë mirë jum prit prej njerëzve. Kum shfa qanën teme që jam unë normalisht, edhe ju mundu gjithmonë që se cili klient kur të vjere më muni sa ma rahat edhe sa ma komod, muni okej për çfarë do lloj procedure që ka ardhur me kry, fillimisht muni ai mirë me veten edhe me ambientin se ku është ardhur, edhe besoj që humori është një urë lidhse mes njerëzish edhe kjo është arsyeja pse besoj që edhe ju më prit shumë mirë në audiencë me këto video. Humori unë e them është baraz me lumturinë, kështu që normalisht që tërheq edhe klient, njerëz të cilët ndoshta edhe fare mund mos shërbehen nga tretmanet që I ofroni, thjesht kënaqen me humorin. Por gjithsesi, e ke humorin spontan apo të duhet pak kohë derisa të vjen tek gjithë ajo pjesë? Gjithçka ndodh spontane. Me videot kanjëherë kam pak problem me veten se në ditë jam shumë energji edhe jam gjendje mi bo një 10 video pandërpre. Ndonjëherë s'kam as energji as kohë më marr me video, po kryesisht janë krejt spontane, gjithçka që ndodh zakonisht në klinik, komunikimi me klientat, hajgarët, qëto sene. Çfarë kërkesash kanë, çfarë pyetjesh merr zakonisht? Më trego gjitha këtë komunikimin si bëhet nëpër rrjetet sociale. Në rrjetet sociale është pak vështirë me komuniku. Komunikimin më të mirë gjithmonë e bojna përmes konsultës edhe gjatë procedurave. Me klienta, pyetjet më të shpeshta që I marrin qysh me largu dhjamën edhe celulitin, që po e shoh që u bë goxha problem I madh. Mund ta themi shumë lehtë që është kompleksi më I madh I gjinisë femrore të paktën, po besoj edhe meshkujt mund ta kenë në një pikë, por femrat janë kokë e këmbë vetëm për këtë gjë mendojnë. Po edhe për eliminimin e rrudhave, skin booster, shenjat anti-akne dhe shenjat e pigmentimeve, janë kërkesat më të mëdha dhe pyetjet më të mëdha që I bojnë rreth këtyre problematikave. Ndërsa tani po diskutojmë këtë pjesën që e dim shumë mirë që është shumë e vështirë të largohet, si pjesa dhjamore, si celuliti, edhe normalisht duhet pak kohë. Sa kanë rezultat tretmanet që ti ke vendosur me sjellë në Kosovë? Tretmanet e humbjes peshës që realizohen me krema, qese vakumi, maderoterapi dhe limfodrenazh, rezultatin e merr me njëherë po dhe 48 orë të ardhshme, vazhdon të pas rezultat gjë që shihet edhe vrehet. Nga vetëm një tretman? Po. Në një tretman mundesh me I largu. Ta nxojmë derën edhe të shohim këtë rezultat. Në një tretman mundesh me largu prej -3 deri -25 cm në krejt vëllimin e trupit. Kjo ndodh të e bo drenazhën limfatike që e shete me njëherë rezultatin. Rezultati është I manitshëm, është I me njëhershëm, edhe kjo, dhe më thonë, momentin kur fillon me u rregullu drenazhi limfatik, krejt trupi bjen vend, edhe toksinat largohen prej trupit edhe ti e shef ndryshim.